Kryeministri Ristian Miskoski ka ngritur sot sërish shqetësime për trendet negative demografike në vend dhe ka porositur qytetarët që të krijojnë familje me më shumë fëmijë. Miskoski tha se recesioni demografik zgjat më shumë se 70 vjet, me çka ndau të dhëna alarmuese sipas të cilave në vitin 1950 në Maqedoni ka pasur mbi 50.000 foshnja, ndërsa në vitin 2024 kemi vetëm rreth 16.000 foshnja. Kjo rënje sipas tij ka dy arsye kryesore: emigrimi të rinjve dhe ulja e natalitetit dhe fertilitetit. Ai më teshtoi se edhe pse sipas regjistrimit të fundit ka mbi 1.8 milion njerëz, numri real I popullsisë nuk tejkalon shifrën e 1.5 milionëve. Pas 20 vitesh kam frikë se do të jemi shtet në 1 milion banor dhe atëherë do të kemi për një pensionist vetëm një të punësuar. Kjo do të thot kolaps për fondin pensional, kjo do të thot kolaps për fondin shëndetësor. Çdo kush që e trajton këtë si lojë dhe nuk e kupton sa serioze është, nuk ja do të mirën shtetit. Le të më quajnë konservator, të prapambetur, si të duan le të më quajnë, por kjo duhet të jetë prioriteti I parë I kësaj qeverie dhe I të gjitha qeverive të ardhshme. E ajo janë familjet me shumë fëmijë. Unë duhet të drejtohem me një mesazh të qartë të gjithë qytetarëve maqedonas. Krijimi I familjes, krijimi I një familjeje me më shumë fëmijë është akt më I lartë patriotik I një populli për atë dhe unë vetë. Drejtoresha UNFPA-s për rajonin e Evropës Lindore dhe Azinë Qendrore Florence Bauer ka përshëndetur përkushtimin e qeverisë për të trajtuar rezistencën demografike si prioritet dhe për të miratuar politika në këtë drejtim, por ajo shtoi se duhet të investohet në njerëz nga mosha më e vogël deri te ajo më e madhe, duke theksuar rëndësinë e plagjes së shëndetshme. Duam të mbështesim familjet në zgjidhjet që duan të bëjnë. Kur I pyesim njerëzit sa fëmijë duan të kenë, zakonisht thonë mes 2 dhe 3, që është shumë më shumë se numri I fëmijëve që I kanë realisht. Do të thotë sfidat kur flasim për shoqëri me rezistencë demografike është që të kemi njerëz që të rinin aq fëmijë sa duan. Prioriteti më I madh I UNFPA është që të mbështesë vendet që të jenë rezistente ndaj demografisë përmes investimit në njerëz dhe kapitali njerëzor të jetë thelbësor. Këtë deklarata u bën gjatë promovimit të programit 5 vjeçar 2026-2030 të UNFPA-s për vendin me titull Trendet demografike, aksioni përbashkët për investim dhe shfrytëzim të kapitalit njerëzor përmes këtij programi të qeverisë dhe Fondit të Popullsisë së Kombeve të Bashkuara. Programi është miratuar nga qeveria në përputhje me prioritetet dhe angazhimet kombëtare me fokus në strategjinë kombëtare demografike 2024-2044, si dhe me kornizën për bashkëpunim për zhvillim të qëndrueshëm midis Republikës së Maqedonisë dhe Kombeve të Bashkuara, një dokument strategjik që udhëzon punën e të gjithë agjencive të OKB-s që veprojnë në vend në 5 vitet e ardhshme.